Lagja Mong Kok në Hong Kong, Kinë. Mong Kok është një lagje plot jetë në Hong Kong, Kinë, e njohur për jetën e saj të gjallë në rrugë, popullsinë e dendur dhe përzierjen e pazakontë të zonave komerciale dhe rezidenciale. Ndodhet në lagjen Yau Tsim Hang në Gatishullin Kowloon. Është një nga lagjet më të dendura të populluara në botë, me një densiteti popullsie të vlerësuar prej rreth 130.000 njerëz për kilometër katror. Popullsia e përgjithshme e zonës është afërsisht 200.000 banor, shumë prej cilëve janë tërhequr nga zona për shkak të statusit të Hong Kongut si një qendër urbane globale. Rrugët këtu janë vazhdimisht të mbushura me njerëz. Lagja është një labirint rrugësh të ngushta dhe ndërtesa të larta që paraqesin një përzierje ndërtesash moderne dhe strukturave më të vjetra dhe më tradicionale. Strehimi këtu varion nga apartamentet shumëkatëshe deri tek banesat më të vjetra dhe të ndara. Densiteti e lartë këtu ka çuar në një prirje të quajtur apartamentet kafaz, ku hapësirat e banimit ndahen në njësi jashtëzakonisht të vogla, shpesh duke strehuar familje të tëra në hapësira të vogla sa disa metra katror. Me gjithë këtë densitet të lartë, Mong Kok nuk është vetëm një zonë banimi, është gjithashtu një qendër shumë e rëndësishme tregtare. Rrugët këtu janë të mbushura me dyqane, restorante dhe vende argëtimi, duke krijuar një atmosferë të gjallë, pothuajse 24 orë në ditë. Nathan Road, një nga rrugët më të ngarkuara të Hong Kongut, kalon nëpër Mong Kok dhe shërben si një arterie qendrore, si për automjetet, ashtu edhe për këmbësorët. Stacioni Mong Kok më të rë është një nga më të ngarkuarit në rrjetin e transportit të Hong Kongut, duke ofruar lidhje tranziti në të gjithë qytetin. Autobusët dhe minibusët përmirësojnë më tej lidhjen, duke bërë disi më të lehtë për banorët dhe vizitorët lundrimin.